أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allahu ju ka caktuar si fe atë që ta ka shpallur ty Muhammed, do të thënë fenë islame, që ka në themel adhurimin e Allahut një të vetëm, pa i bërë shok. Dhe atë për cilën ne porositëm Nuhun, që ka qenë i dërguar e Allahut të lartësuar i parë, i dërguar i parë i Allahut për njerëzimin, dhe atë për cilën ne porositëm Nuhun, që të punojmë me të, të përmbahet dhe të apërcjell njerëzve, dhe për cilën porositëm dhe Ibrahimin, Musajin dhe Isajin, që të përmbaheni tauhidit, të qëndroni bindjes ndaj Allahut të lartësuar, adhurimit të tij të vetëm, pa i vënë shok. Këta 5 të dërguar që përmenden në këtë ajet janë të dërguarit ulul azmi, më të mirët e të dërguarve të Allahut. Ky ajet tregon se të gjithë profetët kanë qenë në një fe. Të gjithë kanë adhuruar Allahun një të vetëm, i kanë ftuar njerëzit për adhurimin e Allahut një të vetëm. Feja që Allahu i lartësuar ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pikërisht ajo që ja shpalli Musait, Ibrahimit, Musait dhe Isait. Pra, që ja ka shpallur të gjithë profetëve, se këta janë më të mirët. Kështu që në tauhid të gjithë të dërguarit kanë pasur të njëjtin drejtim. Të gjithë kanë adhuruar Allahun një të vetëm pa i vënë shok. Kanë ftuar në këtë themel. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në një vend tjetër në Kur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ne nuk kemi dërguar para teje ndonjë të dërguar, vetëm se kemi zbritur shpalljen atij. Të thotë njerëzve, të urdhërojë njerëzit se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. S'ka të adhuruar me të drejtë përveç meje. Prandaj vetëm mua më adhuroni. Kështu thotë Allahu i lartësuar. Alhamdulillah. Po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Ne kemi dërguar në çdo ummet të dërguar, do thot atyre, ti urdhroj ata, adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "El-anbiya'u ikhwatun li'allatin, dinuhum wahid." Profetët kanë qenë vëllezër për bab. Ata kanë patur të njëjtën fe. Domethënë, profetët besimin e kanë patur një, ndërsa legjislacionet i kanë pasur të ndryshme. Siç ka thënë Allahu i lartësuar dhe në një vend tjetër në Kur'an: "Wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Gjithë secilit prej jush ne i kemi dhënë shariat, legjislacionin e tij të veçantë për katës dhe një rrugë për të ndjekur. Kështu që profetët kanë qenë në një fe, në Islam, siç kuptohet nga ajeti i Kuranit surës Shura, kanë patur të njëjtin besim, adhurimin Allahut të vetëm pa i vënë shok. Po edhe
ibadetet kryesore i kanë patur njësoj. Kanë patur ndryshim në detajat, ama ibadetet kryesore kanë qenë të gjitha realizacionet. Namazi ka qenë obligim për gjithë profetët. Ka pas ndryshim në kohët e namazit ose numrin e namazeve dhe në disa detaje të tjera, por të gjithë profetët kanë falë namaz, kanë rënë ruku, kanë rënë sejdë. Gjithashtu kanë pas dhe agjërimin të gjithë profetët, mirëbërjen, dhënien e sadakas, kanë pas gjithë profetët. Profetët kanë bërë haxh, keqabja, siç mësohet nga disa hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në parimet e moralit nuk kanë pas ndryshim. Kanë patur të njëjtat parime. Gjithë profetët kanë ftuar në drejtësi dhe kanë luftuar pa drejtësi. Të gjithë profetët kanë ftuar në durim. Gjithë kanë qenë durimtar. Të gjithë kanë qenë zahida. Të gjithë kanë qenë bujar. Të gjithë kanë qenë të sinqert, të çiltër, të ndershëm. Pra dhe në moral, në parimet e moralit, të gjithë profetët kanë qenë njësoj. S'kan pas ndryshim. Nëse normat ligjore, detajat ligjore kanë pasur ndryshim, sikur se mësohet nga ajeti i Kuranit, po dhe hadithi që e citova pak më përpara. 5 të dërguarit më të mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmendur dhe në fjalën e tij: "Wa idh akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam." Kujto kur ne u morëm besën profetëve, ta morëm besën edhe ty, edhe Ibrahimit, Musait, edhe Nuhut, Ibrahimit, Musait dhe Isa ibn Maryam. Pra, edhe në këta jetë të surës Ahzab, Allahu i lartësuar i ka përmendur 5 të dërguarit më të mirë. I dërguari i parë Allahu të lartësuar për njerëzimin është Nuhu alayhi salatu wassalam. Prandaj dhe në surën Shura Allahu i lartësuar ka përmendur atë të parin. Thotë: "Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan." Allahu ju ka caktuar si fe juve atë që ja la porosi Nuhut alayhi salam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith se njerëzit i thonë Nuhut alayhi salam ditën e gjykimit: "Ti je i dërguar i Allahut, i pari i dërguar i Allahut të lartësuar për njerëzimin, që i ka ftuar njerëzit në tauhid." Pastaj thot Allahu i lartësuar duke shpjeguar fenë e pastë me cilën i ka dërguar të gjithë profetët: "An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi." Që ti përmbaheni fesë, ti përmbaheni tauhidit, adhurimit Allahut vetëm pa i vënë shok, bindjen ndaj Allahut, duke detyrat, duke u larguar nga gjunahet. Wa la tatafarraqu fihi, dhe mos u përçani në fe, mos u përçani në sekte, mos u përçani me bidate. Kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh. Shumë e rëndë është thirrja që ti u bën profetëve, që shumë e rëndë është për idhujtarët thirrja që ti u bën atyre. Thirrja që u bën që ta adhurojnë Allahun vetëm, thirrën tauhid. Allahu yajtabi ilayhi man yasha. Allahu zgjedh në rrugën e tij për të adhuruar atë vetëm ata që do. Wa yahdi ilayhi man yunib. Ai udhëzon ata që kthehen tek Allahu. Atyre Allahu lartësuar o bën mbar të bëjnë vepra të mira, të binden. Allahu shpëlbef të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.